Në disa media dhe rrjete sociale ka qarkulluar së fundmi një informacion për rritje të çmimit të bukës në qytetin e Korçës, duke ngritur shqetësim te qytetarët. Por një verifikim i CNA në terren tregon një realitet ndryshe. Nga vëzhgimi i kryer në të gjitha furrat e bukës në qytetin e Korçës, rezulton se nuk ka pasur rritje të përgjithshme të çmimit. Shumica e subjekteve vijojnë ta tregtojnë bukën me të njëjtin çmim si më parë, duke mohuar pretendimet për një shtrëngtim masiv. Pas kontakteve në terren, bëhet me dije se vetëm një furrë buke ka aplikuar një rritje prej 20-30 lekësh për njësi. Sipas informacioneve, ky vendim lidhet me rritjen e pagës minimale dhe kostot shtesë që biznesi pretendon se po përballon. Megjithatë, kjo mbetet një zgjedhje individuale e subjektit në fjalë dhe nuk përfaqëson një tendencë të përgjithshme në tregun vendas. Ndërkohë, pronarët e furrave të bukës shprehen se aktualisht nuk ka arsye për ndryshim çmimi, por paralajmërojnë se situata mund të rishikohet në të ardhmen vetëm nëse do të ketë rritje të çmimit të miellit. Sipas tyre, lënda e parë mbetet faktori kryesor që ndikon drejt për drejt në koston e prodhimit dhe çdo luhatje në tregun e miellit do të reflektohej detyrimisht edhe në çmimin për konsumatorin. Deri në këto momente, furnizimi vijon me çmime të njëjta. Në këto kushte, informacioni i shpërndar në media për një rritje të përgjithshme të çmimit të bukës në Korçë rezulton fake news.